Atëherë dashur, u rikthyem dhe siç e dim, jemi në periudhë dimri dhe skijimi mbetet le të themi sporti ose aktiviteti, një nga aktivitetet të preferuara të kësaj sezone. Për diskutuar mbi skijimin si sport, kulturën sportive, po ashtu edhe për sukseset, aktivitetet e një shkolle skijimi, domethënë përgatësi shkolla Shkumbini, e kam sot të ftuar në emision krye instruktorin dhe po ashtu themeluesin e kësaj shkolle njëherë, zotriun Ylber Rexhepi, shumë kënaqësi që ju kam sot në emision. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja që të keni nda kohë për ftesë të klubit tonë. Duat nisi spari, nëse mundemi, të flasim fillimisht për shkollën apo klubin. Që sa jemi aktiv me shkollën Shkumbini? Tashmë shkolla e skijimit Shkumbini funksionon 15 vite. Kemi një staf shumë të përgatitur. Jemi përbërje për 3 instruktor e më tepër sipas nevojës. Stafi ndihmës gjithashtu që cilin e kemi për realizimin e pistës apo për ndihmën e fëmijëve të vegjël të përparimtarët. Kështu që funksionojmë tashmë 15 vite. Kemi qenë edhe në Kodrën e Diellit, edhe në Mavrof, edhe jashtë vendit, ku kemi pasur edhe gara të ndryshme. Dua di pak përmendë 3 instruktorë dhe po ashtu stafi ndihmës. Ndoshta për neve që nuk miremi shumë me skijimin apo dhe nuk kemi shumë njohuri, na sqaron pak se stafi ndihmës se çfarë bën më saktësisht apo për kë flasim. Po, është e vërtetë. Domethënë 3 instruktorët të cilët i kemi jam me kolegët e mi, profesionistë të cilët hartojmë apo bëjmë planet të cilët i kemi më të kafshme për fëmijët, si për fillestarët apo si për grup moshat të cilët i kemi aktualisht, kurse stafi ndihmës ka të bëjë me personat të cilët dinë të skijojnë, mirë po janë në mënyrë amatore të cilët neve na ndihmojnë për thurjen e një staze, për fëmijët i ngjitim deri në stas, apo për fëmijët nëse kanë ndonjë nevojë, mos largohemi ne nga grupi, stafi largon me një fëmijë ose me 2 edhe kthehemi prapë në stërviqje, pasi që e dim se edhe ditët janë të numëruara në skijim, i kemi po aq ditë sa bëjmë të pamundura të mësojmë hapat e parë të skijimit. Domethënë, flasim në këtë rast për gjenerata më të vogla, grup mosha më të vogla, apo jo tek le të themi stafi ndihmës që bën këtë ndihmën që mirret me ta. Çfarë grup mosha në përgjithësi kemi tek klubi apo shkolla e skijimit Shkumbini? Më thonë, grupë moshat më të reja për këtë vit, flasim kanë qenë fëmijët 4 vjetë të gjysëm, fëmijët e mitë, cilët bini që i kam, edhe kur mendoj ditëve para, kishim pak vështirësi, mirë po ishte të stafi ndihmës edhe plus bashkëshortja ime, Blana, të cilën e patjetërsueshme për ndihmën e fëmijëve, mirë po gjitha ajo lodhje gjatë 7 ditëve harrohet edhe sjell në gëzim kur arrin rezultatet, kur fëmijët po është të vogël, mirë po arritën që t'i mësojnë hapat e parë të skijimit. Ishte kënaqësi e veçantë për mua deri tani, se për herë të parë edhe fëmijët e mi, mirë po grup mosha tjera kemi pasur edhe të mëdhaja edhe nuk kemi dalluar grupet të moshave, pasi që kemi pasur mix mosha. Nuk është e thonë vetëm të fëmijët apo të këtë mëdhejt. Kemi pasur mix edhe kemi pasur të hartuar një plan program shumë të mirë për 7 ditë edhe kemi arritur shumë rezultate të mëdhaja. Se binjakët the janë 4 vjeç e gjysmë, apo jo? Çfarë i mëson 4 vjeç e gjysmë, domethënë 4 vjeçarëve në hapat e parë në skijim? Po, shif, çdo gjë fillon nga fillimi, njerë qasja me borën, ti mësojmë pajisjet e skijimit, me thonë ski, shkopinjt, kapucët. Ti mbathim, edhe ti zbathim, me thonë këto janë fazat e para. Edhe qasja e parë me borë, ne mësojmë edhe rëzimin, si kur të rëzohemi, si të qohemi. E pastaj edhe mbathja e skive, në mënyra të ndryshme mundohemi sa më argëtuese të jetë për fëmijët edhe për të rriturit, jo vetëm për fëmijët, vetëm të arrijmë rezultatet, domethënë se programin e kemi shumë të ngjeshur për 7 ditë,
ku e dim se shkollat tjera ose klube tjera punojnë niveli parë, niveli 2, niveli 3 nga 10 ditë. Kurse ne nivelin e parë kemi programu vetëm në 7 ditë, të cilën ditën e 7 ngjitemi në ski lift. Deri tash kemi pasur rezultate shumë të mira edhe vazhdojmë në këtë efekt. Grup moshat e reja tashmë kanë përfunduar apo jo për këtë sezon flasim trajnimin e tyre, kurse grup moshat e tjera vazhdojnë akoma, nëse nuk gaboj. Kur bëhen stërvitjet, çfarë janë planet me ta, po për çfarë nivele flasim, nivele skimi? Grupe përparimtare ne vazhdojmë shtunave të diellave, kur fëmijët janë në pushim gjatë weekendeve, edhe pse kemi shumë të vështirë për realizimin e stërvitjeve, pasi që dim se shtunave të diellave qendrat e skimit mbushen përplot me skiator, mirë po me garues, kur kemi pasur edhe kur kemi gara apo kur marrim pjesë në përgara, vazhdojmë vazhdimisht me ushtrimet edhe brenda javës. Ato do një stërvitje më serioze, më profesionale, ku e kuptojmë, me thonë, konkurenca është e madhe dhe duhet secili të ushtrojë të arrit të ketë rezultate, pasi se skimi, me thonë, ka të bëjë me të qintat e sekondit. Mund të jesh shumë i barabartë me vendi i parë me dytin, shumë i barabartë me të qintat e sekondit, mirë po, dikush është i pari, dikush i dyti, i treti edhe shumë e radhë. Momentalisht po trajnohemi për ndonjë garë që do na mbahet tash së shpejti? Po, me 2 garues, mirë po ende nuk e dim saktë si do jetë me puna në garës, mirë po ne po bëjmë përgatitjet tona. Deri në cilën mosh, le themi kemi moshën më madhore që trajnojmë, apo që të paktën synojmë ta trajnojmë? Ne kemi pasur mosha të ndryshme. Kemi pas edhe shumë raste të tjera, mirë po, ja kështu si the se dikush nuk është e informuar. Unë kam pas një rast, një vajzë klasin, shkollës mesme, me thonë, ne dëgjohemi, shifemi, mirë po nuk i ka shku mendja njerë të më pytë se a mund të dhunë të vitë skjoj. Edhe mosha normal, 32 veçare, edhe merë në telefon. Nuk është problem as pak e moshës, mirë po jo ditën e parë, ditën e dytë kishte një farlloj paniku, pse me fëmijë, pse mirë po ditën e 3, 4 u adaptohu edhe për ditën e 7 ishte mësuar në skim. Mendoj se e përmend këtë rast se asnjë nuk është vonë për të mësuar një sport, po pikërisht skimi ku ka të bëjë një sport rekreativ, ku mund të mlidhesh me shok apo me shoqe, e kalon një weekend, nëse e din skimin është sport rekreativ, është bujar, më thonë edhe tash s'mund ta quajmë aristokrat, pasi që pajisjet e skimit kanë qenë më herët shumë më shtrenjta. Këtë faktikisht edhe unë desha të pyesja, është sport elitar apo i qasshëm për të gjithë tashmë? Sepse shpesh e kemi dëgjuar të titullohet i tillë. Tashmë, do me thonë, në kohën kur unë kam qenë garues, flasim dikun 2-13 vite më herët ose 15 vite më herët, me të vërtet një kushtëshin ishte i kushtueshëm skimi. Me thonë edhe me pajisjet edhe me mundësit, nuk mund të se cilit të skjoj, mirë po tashmë, me të vërtet e kemi bërë dhe ne të mundshme shkollat e skimit, të cilat po bëjmë të pa mundën se cili fëmijë të ketë qasje me skimin, pasi që e kemi edhe shumë afër kodën e diellit, është një pasuri natyrore, edhe pse nuk dim ta çmojmë edhe ta vlerësojmë as pak, po bëjmë të pa mundurën ne, unë flas për klubin tim, edhe fëmijët të cilët nuk kanë mundësi, gjejmë një rrugdalje, gjendemi me pajisjet, më thonë vetëm që fëmijët të mësojnë këtë sport, pasi që ju thash mos përsëritem, është një sport rekreativ ku më thonë weekendeve mlidheni, shoqe shkon, skion, më thonë jeni një hap para shoqërisë i thua se unë ditë skjoj, nuk e kam problem, me të vërtet për 7 ditë sakrificë nuk është edhe për 18, nuk është shumë periudhe gjatë kohore që duhet t'i largohesh punës apo detyrimeve, kështu që 7 ditë vendos dikush merr pushim edhe e mëson skimin. Kjo
Kjo është para shumë flasim në aspektin rekreativ apo si lloj hobi le ta quajmë. Është mirë gjithmonë të merremi me sport. Po kur flasim për gara, çfarë lloj përgatitje flasim, çfarë grup mosha dhe ku kemi marrë pjesë deri tani besoj 15 vite. Po. Kanë qenë të mbushura me lloj-lloj suksesesh. Është e vërtet. Do të thonë secili sport kërkon disiplinë, mirë po sporti i skimit kërkon disiplinë të veçantë, duke filluar se gjendemi në pjesë që është çdo herë rëshqitshme. Më thonë jemi mbi ski edhe nëse pak nuk kemi vëmendje të fëmijëve, mund të na ndodh rreziku. Pse për këtë garave kërkon një qasje shumë të mirë, shumë serioze, përgatitje në të dy disiplinat, edhe kemi marrë pjesë në për gara, kemi qenë shumë të kënaqur me garuesit tanë, po përgatitjen fëmijë të tjerë, më thonë duke marrë parasysh ato që rriten, nuk vazhdojnë fatkeqësisht tek ne, mirë po e humbim atë brezin që ato që rriten edhe pastaj largohen prej garimit. Punojmë me fëmijët, kryejmë garues të ri dhe marrim pjesë edhe nëpër gara, nëpër qendrat turistike në Pelister, në Mavrov, Kodrën e Diellit, te këto janë më shumë që organizohen. Përmende dy disiplina nëse nuk gaboj apo jo, cilat janë këto? Ato janë slalom dhe slalom i madh. Ato dallojnë domethënë me vendosjen e kapijeve, me shkallësi dhe me shpejtësi. Është më i vështirë slalom, domethënë pengesat janë më të shpeshta dhe jo çdo garues mund t'i përballojë. Kurse vele slalom ose slalom i madh është më i kapshëm për të gjithë garuesit. Kushtet si i kemi? Kemi kushte të përshtatshme që të miremi seriozisht flasim apo profesionalisht me sportin e skimit, të krijojmë skiator profesionist? Kushtet, ju thash, për Kodrën e Diellit është një pasuri natyrore të cilën nuk punem as pak. Do me thonë presim vetëm kur kemi borë natyrale, të themi, po nuk punojmë në tema as pak që të kemi borë artificiale, po të bëjmë kushte për borë artificiale, pasi që pistat janë, koha kur është në minus mund të funksionojnë me borën artificiale, në atë pjesë jemi shumë mbrapa, gjithashtu edhe me kushtet e parkingut, veturave, është një haos të cilën nuk mundemi ende ta organizojmë aq mirë në nivel të mirë, pasi ne kemi problem me fëmijët, shkojmë shumë herët që të afrohemi deri tek staza, po fëmijët e vegjël nuk mund të ecin shumë gjatë. Po ja dalim me organizime të ndryshme, me thonë, transportin e bëjmë edhe ne, fëmijët i marrin me për shtëpi, edhe jemi shumë më të kapshëm që të ngjitemi lart sa më shpejt. Do të thonë para shumë mundoheni në ato forma të juaja mënyra që sa do pak të ndihmoni këtë pjesë deri tek ikja në Kodrën e Diellit apo jo. Ju vetë keni qenë thatë edhe skiator, tashmë edhe themelues edhe krye instruktori i shkollës Shkumbini. Qëndrojmë sa do pak më mirë tani se sa ishim ndoshta 15 vite më parë. Po, mund të themi, pasi që në kohën unë kur jam stërvitur, kemi pasur shumë pak klube, edhe ka qenë një, me thonë, tash është një përparësi shumë e madhe, pasi që unë e vlerësoj për secilin shkolla, apo secilin kolegë të cilën merret me sport, pa marrë parasysh se ka edhe disa prej atyre që merren edhe në mënyrë amatore. Mirë po, respekt për të gjithë të cilët japin rëndësi sportin, të paktën t'i largojnë fëmijën nga teknologjia, të mësojnë një sport, e pastaj mënyrën profesionale kush sa i përkushtohet i qasët sportit arrin rezultate. Po përmendim instruktore, dua di pak sa rëndësishme është dhe klubet, po përmendim klubet të ndryshme, sa rëndësishme është të kemi një instruktor të mirë apo të përgatitur mirë sa i përket skimit, në këtë sport flasim. Unë mendoj se përvoja në skim është shumë më ndryshe se sa të dish të rëshqasësh. Më thonë një garues apo një instruktor profesional shumë më lehtë mund të kuptoj
mund të të ndihmoj dhe mund të të udhëzoj që skemi të jetë sport rekreativ për ty, e jo i lodh shumë edhe i mundyshëm. Mirë po, thash, të gjithë kanë fillu, i përshëndes të gjithë, le të punojnë, le të ketë secili fëmijë mundësi, pasi që jo vetëm klubi skimi Shkumbini mund të arrijë të gjithë nxënësit të përfshijë, është shumë normale, mirë po na mungon pak bashkëpunimi në mes qendrës turistike, mes klubeve, një organizim edhe më i mirë, edhe pse jo që s'kemi organizim mirë, po edhe më i mirë nëse bëhet, unë mendoj se do të kemi më lehtë të gjithë, edhe ne si instruktor, edhe ata si fëmijë që, po edhe prindërit të cilët vini shohin fëmijët e tyre. Çfarë do duhet bërë në këtë aspekt? Apo si le të themi në çfarë mënyra do shihin përmirësimin apo rezultatet, frytet e këtij bashkëpunimi mes klubeve? Po patjetër, duhet riorganizimi i pistave, do të thonë secila pistë të bëhet të thurë, do të thonë tash disa vite, patjetër pjesën të cilën t'i ushtroj fëmijët, i keni disa edhe në foto, i thuri me një rrjet profesionale, pasi që mund të kemi rrezik nga ndonjë skiator amator, të na lëndojë ndonjë fëmijë, pasi që kemi të bëjmë vetëm me fillestar, kupton, është pjesa. Kurse tek përparimtarët e kemi pak më të lehtë, mirë po edhe aty mund të reagojmë me ndonjë pistë speciale për shkolla. Edhe nuk mund të pjesa ose skiatorët amator ose edhe profesionist ma marrë parasysh aty të hynë. Të kemi një vend special ku ushtrojmë ne si shkolla, e pastaj ne si shkolla, se cili do kemi kujdes për njëri tjetrin edhe mendoj se është shumë më profitabil. Mirë po, tash për tash nuk kemi arrit të kemi këto organizim, pasi që gjendja qëndron e njëjtë në gjithë vendin. Flasim vetëm për kodrën apo flasim vetëm për kodrën e diellit? Për kodrën e diellit tash për tash, do të thonë Mavrov kam qenë disa vite me radh, kam pas një organizim shumë më të mirë se sa në kodrën e diellit, mirë po edhe aty pak ndikoj kurse tash është kthy prapë çdo kund ku vendoset udhëheci i ndonjë institucioni apo pa marrë parasysh drejtorie, ku nuk e ka të qartë se çka do të thotë skimi, çka do të thotë, unë mendoj se aty do ketë ngecje patjetër. Pasi që ai nuk është rrit aty. Kupton, ne prej moshës 6 vjeçare unë jam në kodrën e diellit. Vjen dimri, domethënë unë kam qenë me stërvitje, me çdo gjë, domethënë, gjatë gjithë sezonit dimrit unë kam qenë atje. Dhe si ne skiatorët që e dim kodra e diellit si mund të funksionojë, nuk mund dinë edhe për shembull ndonjë biznesmen shumë i suksesshëm ose ndonjë doktor ose po tash e dim se si funksionojmë edhe emërohen persona të cilët nuk kanë lidhje me. Duhet të kemi njerëz adekuat të fushës. Ndoshta për gjithë ata që kanë nisur skimin, e kanë lënë në gjysmë apo ju ka ndodhur diçka, cilat janë gabimet ndoshta që fillestarët i bëjnë ose si ta afrohemi të paktën sa më shumë me këtë sport? Gabimet themi secili e ka atë adrenalinë që sa më shpejt të mësohet skim. Edhe secili, të cilët janë largu, kanë pas ndonjë rrëzim apo ndonjë lëndim të lehtë. Edhe thot mund me skiat asnjëherë nuk. Mirë, po shumë gabim i madh është. Pasi që ne kemi të bëjmë vetëm me ekuilibrin, derisa mundim të ekuilibrojmë, më thonë të ruajmë ekuilibrin, shumë shpejt mund të mësojmë frenimin, kthimin majtas gjathas, edhe mendoj se askush nuk duhet të dorëzohet. Edhe pse ndonjëherë ndoshta është lëndu apo mirë, po skimi rekreativ ua propozoj të gjithëve të merren me skim, se është një sport vetëm të shumë mirë. Shohim sadopak si do qoftë interesim, qoftë në shkollë apo të çfarë lloj grup moshe flasim, po edhe vetë sa keni parë qoftë në kodrë diellit apo në qendra të tjera të skimit për të marrë me këtë sport. Po, më thonë kanë interesim të gjithë. Ne kemi pasur edhe këtë vit pasi që filluam me vonesë, pasi që kushtet të kishim të atilla, kishim interesime të mëdha të fëmijëve. Mirë po ne çdo herë ndajmë nëpër grupe edhe nëpër instruktor, pasi që
një grup i cili po punon mbi 25 ose 30 fëmijë, aty nuk mendoj se mund të ketë kontroll të çdo gjëje, domethënë çdo të kualitetit, të kujdesit, po të mënyrës se si trajnohen fëmijët. Cilat ndoshta grup mosha i shohin më të interesuara? Grup mosha 10 vjeçare deri në 15, me të vërtetë kemi pasur shumë më shumë se sa të gjitha grup mosha tjera. Mirë po... Ndoshta është ajo mosha që kanë dëshirë edhe të ikin me shoqërinë edhe të kalojnë pak kohë në mënyrë rekreative tek. Është një plus i madh për fëmijët, është një socializim i fëmijët. Pastaj edhe fëmijët ne udhtojmë bashkë me fëmijët me kombi. Edhe gjatë udhëtimit është e patjetërsueshme, domethënë edhe të reagosh, edhe të bësh ndonjë shaka me ato. Mirë po kur dalim në teren, atëherë jemi shumë serioze dhe kishim raste të disa fëmijëve që na thonin o prof, mirë po në kombi shumë jema më ndryshe se sa tash në shtek, po shtegu i kërkon disiplinën e vet, kërkon seriozitet të madh. Kurse në kombi patjetër të ketë atë socializimin edhe të argëtohet me fëmijët të tjerë. Domethënë krijohet edhe një shoqëri apo jo mes gjithëve pjesëmarrësve të klubit. Cilat janë planet e ardhshme që ka klubi Shkumbini? Klubi Shkumbini funksionon gati më thonë vetëm në rritje është me bashkëpunëtor apo instruktor të tjerë, të cilët jemi të hapur, ne nuk mund t'i mërim të gjithë, mirë po ne duam të bashkëpunojmë me të gjithë. Kur është bashkëpunimi sa më i madh, aq më të mëdhej jemi edhe ne. Kur është bashkëpunimi në mes 1 person, 2 persona, është shumë më i vogël edhe mendoj se çdo herë bashkimi me instruktor tjerë, apo komunikimi, apo bashkëpunimi, nuk është e thonë vetëm se me një klub ose me ma shumë, klube mendoj se rezultatet janë shumë më të mëdha se sa të jemi indiferent apo të rim të presim, ne dim më shumë se të tjerët, apo ajo më thonë vetëm na largon mbrapa, kurse ata të cilët bashkëpunojmë, unë kam një bashkëpunim shumë të mirë me të gjithë kolegët, edhe shpresoj të jetë kjo çdo vit, pasi që pa bashkëpunim nuk mund të arrijmë rezultate tek fëmijët. Sezonën parafërsisht deri kur e kemi? Po sezonën mendoj të jetë deri ka mesi i shkurtit, po ta shohim si do ketë edhe me rreshtet e borës. Pasi që ju thash, nuk kemi kushte të cilët mund t'i diktojmë edhe ne. Por i afrohemi fundit të bisedës, gjithsesi do doja pak nëse të dija nëse keca fjalë ndoshta për gjithë prindrit që hezitojnë apo mendojnë të fusin fëmijët e tyre në shkollat e skijimit, dhe po ashtu ndoshta edhe për fëmijët që kanë dëshirë të vinë te këto shkolla apo të miren me sportin e skijimit në përgjithësi. Po, vërtet, unë jam profesor në shkollën fillore Ibrahim Tema, fshatin Stremnice, dhe punojmë me fëmijët e vegjël, pasi që fëmijët janë, më thonë, gjëhet më e shtrenjtë për të gjithë prindërit. Unë mendoj se fëmijët duhet t'i angazhojmë dhe jo t'i neglizhojmë, apo t'i anashkalojmë me dhënien e një Androidit apo një tabletit, edhe vazhdo kaloj kohën se po më pengon tash. Ne të gjithë ndoshta ndodhemi në një situatë të tillë, tu marr edhe prej të unë, mirë po, unë mendoj, tash mund ta falenderoj prindin tim pasi që më ka angazhuar në çdo lloj sporti, vetëm e vetëm mos të jem, më thonë, i pa angazhuar në ndonjë sport. Jo që unë kam ushtruar futboll, mirë po nuk kam mund të arrij rezultat. Kam ushtruar basket, nuk kam arritur ndonjë rezultat, mirë po kam ushtruar karate dhe skim dhe mendoj se kam arritur shumë rezultate të mëdha, edhe ju kisha propozu apo apelu të secili prind, le të merrem me çdo lloj sporti. Siç sidoqoftë edhe në futboll e basketboll, edhe nëse nuk keni arritur rezultate apo se jeni bërë profesionist, sidoqoftë jeni po benefitet të tjera që jep sporti. Patjetër. Po jam njoftuar me shumë shokë të ndryshëm, jam socializuar më ndryshe, kam pa, më thon, klubin kur kam hyrë në karate, kam pa shumë më ndryshe. Edhe çdo kush nuk është e thonë sporti, vetëm të merret me sport.
Unë ju falenderoj shumë Ylber, shumë kënaqësi që ju kisha sot në emision. Uroj ritakohemi sërish për të tjera suksese dhe tematika kaq të rëndësishme si kur është dhe sporti. Falenderoj edhe një herë shumë. Falenderoj te juve që ndajtet kohë për sport. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes unë edhe për sot, duke ju uruar një pasditë sa më të këndshme, një rishihemi sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.